Në përgjithësi në botë, reality show kanë sukses të madh televiziv. Mirë po mund të thuhet të njëjta gjë edhe tek ne. Voice of Albania, X Factor, Big Brother, Dancing with the Stars e të tjerë janë vetëm disa prej reality show që po realizohen këto vitet e fundit në Shqipëri. Pjesëmarrja e konkurrentëve secilin vit është kogja e madhe, duke përfshirë këto shqiptar nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Mali i Zi. Materiali i cilin do e ndjekim në vazhdim ka të bëjë me disa prej konkurrentëve të cilët kanë qenë pjesë e këtyre spektakleve. Si janë trajtuar? A mendojnë që e kanë marrur vendin e merituar? Për të gjitha këto e ndjekim materialin në vazhdim. Fama është ajo që është futur në kokë pothuajse secilit. Çdo kush po e gjen mënyrën e vet për të futur në muzikë, por disa po mbeten aty ku edhe startojnë. Talent show-et e ndryshëm si X Factor, Voice of Albania, Big Brother, Dancing with the Stars e të tjerë janë ata që po krijojnë yje të reja, por çka po ndodh më pas. Në mesin e këtyre talent show-e për çdo vit paraqiten edhe konkurrent nga Kosova. Disa dalin të zhgënjur, disa të lumtur, disa të manipuluar e disa edhe fitues. Nuk është dëgjë ashtu siç duket. Çka në të vërtetë ndodh prapa kuintave. Këtë më së miri na e tregojnë ata që dikur ishin pjesë e këtyre spektakleve. X Factor apo Voice of Albania janë ato që po nxjerrin në pat talentet e muzikës. Mirë po për të arritur famën nuk janë vetëm mënyrat e të kënduarit. Në Shqipëri, tashmë 6 vite po mbahet radhazi Big Brother Albania. Të gjithë garuesit kanë një qëllim, titullin e më të mirit e të kapin shpërblimin. A është gjithçka reale, apo është ashtu si ne e shohim? Arianit Bellopoja, Enor Pakashtica, Liria Rashiti, Rina Bilurdagu, Arbër Zeka janë vetëm disa nga konkurrentët kosovar që morën pjesë në këto reality show në Shqipëri. Skualifikimi që më është bërë mua ka qenë një padrejtësi e vogël, që këta tani e dinë gjithë, sepse është përfol shumë. Kom pas edhe një presion shumë psiqik se gjithmonë pyetje më kanë bërë se pse u skualifikove, çka mendon që ka ndodhur, ata kanë bërë padrejtësi. Nuk mund të them që ka qenë real skualifikimi. Unë për vete kom pas shumë besim vete, që ka me shku ma shumë, edhe me kallëzu drejtën nuk i kom pritesh. Kam dëgju nga disa njerë që më kanë thonë që mas 2 jave ka me doli Liria. Edhe do më thonë ndodhe e vërteta që mas 2 jave dola. Po, normalisht, nëse po flasë për vetin. Me thonë e kom meritu, mirë po menoj që ka qenë gjithka shumë e hapun edhe ka qenë gjithka shumë reale. Pak të na gjithë aty kemi pa gjane që kanë shku edhe po menoj që kanë qenë mëse reale. Ndryshe nga të skualifikuarit e spektaklit X Factor, Arbër Zeka fituesi Big Brother 5 ka tjetër mendim. Besoj që po, fali eksperiencës time, mendoj që është shumë reale dhe votat e publikut e vendosin kush me qenë pjesë asaj shtëpie, me vazhdu kush me qenë fituesi. Arbëri ishte një ndër më të përfolurit gjatë Big Brother të vitit të kaluar, e si duket fama që mori nga ky reality show ju shishmua, duke e shtyrë tani të jetë pjesë edhe industrisë së muzikës. Publiku nga larg janë gjithmonë ata që gjykojnë dhe japin komente të mira apo edhe të këqija gjatë transmetimit të këtyre spektakleve, por me sa duket, kjo nuk merret parasysh në të gjitha rastet. E keqja e X Factorit, peshuj e keqja se në X Factor nesh, unë e kam qenë dhirë në Vilja, ku aty mora premtim prej regjisorëve të X Factorit që vitin tjetër nëse marr pjesë do t'i kaloj villat dhe do të shkojnë në finale. Po nuk dihet nëse kalojnë në netët e 2, 3, 4. Ajo nuk ishte me rëndësi për mua. Edhe unë prap mora iniciativën time edhe shkova në X Factor 2. Edhe jepa gjithat arsenal që ka pata unë, ku prap e njëjti sen edhe në villa rosh. Do me thonë ata nuk e mbajtën premtimin. Voice of Albania në sezonin e parë nxorri fituese Rina Bilurdagu nga Kosova. Asaj si fituese aso kohë ju premtua diçka tjetër. Sa i përket kontratës me Universal e gjana tilla, ato nuk janë realizu deri dikun, kisha thonë, po s'besoj që topi ka një farë ndikimi ose ajo është, domethënë, është diçka tjetër. Arianit Bellopoja gjeti vetën në edicionin e parë të X Factorit, kështu duke arritur vetëm deri në javën e 3 të sezonit të parë. Nuk mund të them që e kemi ditë saktësisht se kush do t'jetë fituesi, po që kemi pas ato ideja tona, e kemi pas se si po shkojnë muhabetet brenda konkurrentëve. Po unë mund të them që në reality show ose në një talent show siç është X Factor Albania, nuk ka rëndësi se kush është fituesi, sepse ndonjëherë fituesi mund të mos arrijë asgjë, ndërsa ai që ka dalë në natën e dytë ose në natën e tretë mund të ketë një karrierë më të madhe dhe më të bëshme se sa fituesi vet. Por cila është arsyeja e largimit nga gara e Lirisë në X Factor ne?